Bleva 940 euro aparat për fotografi. O sot i madh. Po e dëgjuat mirë njerëz, kam çmendur e ti, por në fakt kjo është puna ime. Në qershor bëj fiks 2 vite që merrem me rrjetet sociale, kështu që mendoj që e meritoj unë dhe meritoni dhe ju që të shikoni video dhe foto sa më të pastra nga unë. Kështu që investojmë për punën dhe marrim një kuti kaq të vogël. Shikoni pak se sa e vogël që është. 940 euro. Tani unë nga shefi ma thash që të hapja këtu me ju, sepse ky nuk është aparati im, ky është aparati i të gjithëve ne dhe meritojmë që ta shikojmë të gjithë bashkë për herë të parë. Sony, Erik Sony. Pas kam shumë letra, edhe kjo që pas ka rënduar do me thëmë pas kanë qenë këto letrat. Bravo Sony! Në këtë aparatin, patjetër që e ka zgjedhur bashkëshorti im, se unë nuk marr vesh fare, që kjo kokë më ku jetojmë këtu në Angli. Ai në fakt idenë fillestare e pati që të merrte aparat që kushtonin 1700 euro, 2000 euro, 2500 euro pavash, thash avash. Se nuk jemi burgjeza, thash, punëtor të thjeshtë jemi, avash. Që tani pas ka disa aksesorë, shpresoj që kjo të jetë një bateri ekstra, po ç'net jetë kjo bateri ekstra, kjo po ishte e para dhe e vetmja mirë. Kjo është një rip, me shumë mundësi është për ta mbajtur, për ta varur në qafë ose në dorë, nuk e di. Kjo është karikusi i baterisë, ka edhe fishin karikusi këtu. Po tani duhet të blej adaptor vetëm këti. Se ç'isni në Europë kur keni këtë lloj prizash, se kuptoj. Edhe kjo duhet jetë për tek. Jo, shikon. E shikon që i paragjykove kod Francesca ja, kjo duhet jetë që futet besoj këtu tek bateria dhe është për prizat europiane. Bravo Sony, na fal 100 herë. Tani erdhi momenti së vërtetës. Jeni gati jo, se unë nuk jam akoma. Si mund të gëzoj njeriu për një aparat? Po s'kur ta thyejmë dhe. Lutem më thuaj që nuk do ta thyejmë këtu të gjithë bashkë. Po rrezikoj më shumë, do merret burri me këtë punë. Okej, ja. Mund të bëj video foto dhe ta shikoj edhe veten këtu. Tani qeshni pak jo? Qeshni po ju them. Shiko, ti aty s'ke dal mirë ti. Ashtu. Thoni cheese. Edhe këtu do të jetë blici, se për këtë blicin e morëm që ta kishte të integruar vetë. Gjithsesi jam shumë e sigurt që do shkoni foto shumë të bukura nga unë, nga sot e tutje. Do të thënë jo nga sot e tutje, po në ditë tjetër kur kem kohë të bëj foto.